Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor në Shkup. Në fillim të takimit, Kryeministri Rama foli për mediat, ku shpreh optimist se aspirata shekullore për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është më afër se kurrë. Sot jemi këtu për një tjetër ndalesë të rrugës përbashkët që lidhet me zbatimin e planit të ri të rritjes, një plan I cili po ecën si duhet dhe po na afron për të lidhur më shumë me Bashkimin Evropian. Ne jemi shumë krenar sepse kemi praktikisht përmbushur deri tani të gjitha pikat për zbatim dhe vazhdojmë me pikat e tjera sipas kalendarit, kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thosh. Dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përgjithshme pozitive në këtë drejtim. Sa afër mendoni që do të finalizohet Jemi shumë afër, afër. nuk kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona